45 persona në paraqitur pranë reparit të urgjencës në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Në natën e ndërrimit të viteve, një gjë e tillë bëhet e ditur nga Engji Meqani, mjeke urgjence pranë Spitalit të Shkodrës. Mes rasteve të regjistruara ka pasur disa të lidhura me konsumimin e alkoolit, ndërsa një rast i ardhur nga Puka është trajtuar për shkak të hedhjes së fishek zjarreve. Atëherë, orët e para të mëngjesit në urgjencën e Spitalit Rajonal Shkodër është paraqitur një situatë e qetë. Janë paraqitur raste të intoksikimeve nga alkooli, raste të zakonshme, por që janë menaxhuar me qetësi. Në orët e para të mëngjesit është paraqitur një rast nga Spitali Bashkiak Puk, i cili është menaxhuar dhe ai pa probleme të mëdha shëndetësore. Gjatë 12 orëve të fundit janë vizituar rreth 45 pacientë në urgjencën e Spitalit Rajonal Shkodër. Grup mosha të ndryshme, gjatë natës kanë vizituar 20-30 vjeç, duke marrë parasysh festimet me alkoolin kryesisht. Ndërkohë dhjetori ka qenë shumë i ngarkuar, sidomos me virozat. Mjekja Meqani theksoi se numri vizitave ka arritur deri në 150 në ditë. Fundi i vitit, këtë vit dhjetori ka qenë shumë i ngarkuar, kryesisht me virozat, sidomos javën e fundit dhe ditëshin e fundit. Janë paraqitur grup moshat e treta, cilët kanë marrë shërbimin përkatës. Në 24 orë janë paraqitur rreth 150 vizita. Apeli Bluzët e Bardha është për kujdes të shtuar në virozave dhe konsumit të alkoolit gjatë festave.